Mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. Hidratimi është thelbësor për shëndetin ton, por është pa aq e rëndësishme të kuptojmë se edhe uji kur konsumohet në sasi të tepërt në një periudhë të shkurtër mund të shkaktojë pasoja serioze dhe madje fatale. Në këtë video do të shpjegojmë saktësisht se si ndodh kjo, çfarë ndodh me trupin kur konsumojmë shumë ujë dhe cilat janë shenjat paralajmëruese që duhet i kemi parasysh. Pse uji është i rëndësishëm? Uji është thelbësor për trupin ton. Ai ndihmon në transportin e lëndëve ushqyese, rregullimin e temperaturës së trupit dhe eliminimin e toksinave. Por si çdo gjë tjetër, edhe uji duhet konsumuar në masë të duhur. Çfarë ndodh kur pini shumë ujë në një kohë të shkurtër? Kur konsumoni sasi të mëdha uji në pak kohë, trupi juaj nuk mund të përpunojë atë mjaftueshëm shpejt. Veshkat tuaja, të cilat janë përgjegjëse për filtrimin e ujit të tepërt, mund të mbingarkohen. Si pasojë, gjaku juaj mund të hollohet duke shkaktuar një gjendje të njohur si hiponatremia. Hiponatremia ndodh kur niveli i natriumit në gjak bie në nivele të rrezikshme për shkak të sasisë së madhe të ujit në organizëm. Natriumi është thelbësor për funksionimin e duhur të qelizave dhe ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve në trup. Simptomat e hiponatremisë përfshin dhimbje koke, të përziera dhe të vjella, konfuzion, lodhje ekstreme dhe në raste të rënda kriza epileptike, koma ose madje edhe vdekja. Si ndodh në praktik? Rastet ekstreme të pirjes së tepërt të ujit shpesh ndodhin gjatë garave atletike, sfidave të qëndrueshmërisë ose sfidave të çuditshme ku njerëzit pinë sasi të mëdha uji për një kohë të shkurtër. Ekspertët rekomandojnë që të pini ujë sipas nevojës të aktivitetit tuaj ditor. Një mesatarje e shëndetshme është 2 deri në 3 litra ujë në ditë për një të rritur të zakonshëm. Megjithatë, pirja më shumë se 1 litër ujë për një orë, veçanërisht për disa orë rresht, mund të shkaktojë probleme serioze. Si të shmangni rrezikun e pirjes së tepërt të ujit? Pini ujë sipas nevojës. Dëgjoni trupin tuaj, veçanërisht ndjenjën e etjes. Shmangni pirjen e sasisë së madhe të ujit në një kohë të shkurtër. Nëse jeni sportist ose shumë aktiv, konsumoni elektrolite për të ruajtur ekuilibrin e mineraleve. Nëse vëreni simptoma si dhimbje koke, konfuzion ose të përziera, ndaloni pirjen e ujit dhe kërkoni ndihmë mjekësore. Pirja e ujit është jetike për shëndetin ton, por si çdo gjë tjetër, edhe ajo duhet të bëhet me kujdes. Kujdesuni për trupin tuaj dhe sigurohuni që ta trajtoni atë siç duhet. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.